bëjmë pyetje vetes tonë që me të vërtetë Pakistani a ka forcën që të arrisë të bindi pra të dy anët, sepse më sa u dukte Europa, Gjeneva apo Turqia apo Egypti apo Katari apo Omani nuk e kishin atë forcë, pra edhe forca negociatore që i merr të dy çunat edhe i ulën në tavolinë pra për të bërë paqe me njëri tjetrin, për t'ia falur gjakun njëri tjetrit, do të ketë edhe një forcë me të vërtetë që të bindi të dy anët, pra deri diku ti arrisi edhe të bindi të dy anët, por a do ta ketë këtë forcë Pakistani deri tani nuk është se ka qenë një Pakistan domethënë që ka treguar veten në këtë fushë, por ndoshta tani mund të ashuhim, mund të shohim një gjë të tillë, por ajo që është më mallore për shembull se shohim nga Bashkimi Evropian thonë që jo, nuk do të kemi një arritje paqe domethënë të qëndrueshme në rajon, por do të kemi një pauzë që ishte për shembull vitin e kaluar 2 javë bë një pauzë, tash mund të kemi një pauzë sepse shtohen edhe probleme të tjera ku Izraeli ka zgjedhje, Amerika ka zgjedhjet në nëntor dhe këto janë ndikime që i fusin një pauzë sa e shohim kur të vinë dimri. Duke mbetur te pjesa e negociatave në Pakistan, të cilat pritet fillojnë sërish duke marrë parasysh se të parat dështuan, bëhet e ditur se presidenti amerikan ka tërhequr nga kryesimi i këtyre negociatave zëvendës presidentin J.D. Vance. Në këtë rast, pse Trump e ka marrë këtë vendim? Është ndikimi i Izraelit, sepse nga njëra anë thuaj që Irani e kishte të preferuar J.D. Vancein për të biseduar me të. Në fakt, këtu kemi me të vërtetë edhe një strategji brenda forcave të dy anëve. Irani ka të lehtë gjëra të negociojë me këtë apo e ka të vështirë. Këto janë edhe ajo propaganda që bëhet domethënë për të krijuar perceptime të ndryshme me njëra tjetrën, sepse dy vendet që luftojnë nuk është të thonë që kanë të preferuar njërin apo tjetrin, janë duhet me qenë institucionet dhe jo personat. Kurse me pa J.D. Vance ka qenë në fakt me sa duket në prononcimet e tij, edhe pse është zëvendës presidenti dhe është pasardhës i Trumpit, pra kështu mendohet që të ishte, ai u tërhiq dhe nëse shohim politikat e tij në 2-3 vende që ishte, pra dhe sidomos 2 javët e fundit në investimi amerikan i Trumpit me duke përdorur J.D. Vance në Hungari, pra i humbi zgjedhjet, pra atë ku ishte J.D. Vance, ishte Rusia, ishte Kina, ishte shumë anëtare, shumë vende të mëdha të botës që po përkrahnin urbanin dhe humbi kundër Bashkimit Evropian e arriti ishte një humbje. Po ashtu edhe në negociatat të raundi i parë në Pakistan, Islamabad J.D. Vance nuk e arriti dashni. Pra, është një politikë e mbrëmshme, një luftë e mbrëmshme brenda llojit në politikën amerikane, pra që ja J.D. Vance do të jetë ai që do të jetë presidenti i ardhshëm pas Trumpit, pra kandidati pra për republikanët, dhe ky ku shkoi nuk arriti asnjë gjë. E para, e dyta është që Izraeli është pjesë e kësaj lufte, por nuk është pjesë zyrtare e këtyre negociatave dhe kjo le shumë për të dëshiruar atë që thashë edhe pak më parë, domethënë një paqe të qëndrueshme, edhe pse dhëndri i Trumpit është që fut dhe ai edhe pse është këshilltar ju në Shtëpinë e Bardhë dhe ai dihet domethënë tashmë që pranohet nga Izraeli dhe nga Amerika që është i dërguari apastafat i Izraelit. Pra domethënë është në emër të Amerikës, por është domethënë si me qenë Netanyahu atë, por mësulja direkte të dy anëve, edhe pse Irani dhe Izraeli nuk pranojnë njëra tjetrën, kur bëhet fjalë për një paqe të qëndrueshme, me do e mos ulen të gjitha anët, por këtë nuk e shohim domethënë të gjitha anët e ulura, dhe ndrimi i J.D. Vance ende nuk dihet domethënë, pra do të shohim kush të zbresi nga avioni në Islamabad, por ka domethënë tregime, kurse një mendim tjetër domethënë që vjen nga rajoni, për shembull nga media iraniane, por edhe nga media e vendeve e të gjirit persik, thonë që po, domethënë lufta ende në fakt nuk ka filluar, do të kemi fillimin e luftës tamam, atë që as nuk e mendoshin asnjë strategjist deri më tani. Pikërisht duke mbetur te ky argumenti juaj, a mendoni se nëse dështojnë këto negociata me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, do të kemi rikthim sërish të luftimeve mes njëra tjetrës, teksa Trumpi ka deklaruar se nëse nuk arrihet një marrëveshje, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të sulmojnë centralet bërthamore dhe pikat strategjike të Iranit?
Po, këtu në fakt kemi dhe atë kundërshtimin brenda llojit, pra dhe Trumpi aq që tha në vitin e kaluar, tashmë centralet nukleare të cilat janë për zhvillimin e uraniumit e të tjera në Iran i bombarduar ata kur më nuk do vinë të ose të paktën për dekada më radhë nuk do jenë gjendje të ashtuit. Kjo duket që vitin e kaluar Trumpi tha pralla, pra ishin pralla ato sepse nëse do ishin eliminuar atëherë me çfarë preteksti shkume tani, pra ishte bombat nukleare, ja për sot nesër do ta bënte Irani, nuk u bë. U bë edhe bombardimet e para në 28 shkurt 1-3 mars, u eliminua ushtria iraniane, hiku, vdishin ngordë Irani, domethënë me gjitha, kemi 45 ditë sa kemi 47 ditë e ende pra Irani është në këmbë. Pra, prononcimet zyrtare ndoshta nuk do të shohim të bëra të qenura reale, por do të shohim strategjinë e Amerikës e cila ka në këtë aspekt. Me të vërtetë që është qëllimi atë thjesht Irani po bën bombardime, po bën armë nukleare, është gati edhe nukleare dhe me të vërtetë ato që thot Amerika eliminua me Iranin hiku, vazhdoi u mbyt Irani pra nuk ka më ushtri, nuk ka më asnjë. Atëherë nëse nuk ka më asnjë, si ka mundësi që Irani Amerika po bën të pamundurën, pra që të ulet në tavolinë. Nëse kundërshtari ata që do më vra, apo do më pushtua, apo do më të pushtu ty, nuk ka ngel asnjë gjë më, nuk ka ngel asnjë forcë, atëherë për çfarë bëhen negociatat? Ai do të nxjerr flamurin e bardhë, okay, marrën puna. Pra, nëse të dy kundërshtarët, nëse shohim domethënë prancimet e tyre, apo thënë ndryshe propagandat e tyre me realitetin në fushë lën shumë për të dëshiruar, sepse janë krejt e kundërta, pra në këtë aspekt. Gjithsesi do të presim sepse është një gjendje me të vërtetë që të gjithë strategjiset e luftës moderne bëhet fjalë, pra domethënë pas mileniumit të ditës së sotme për çerek shekullin e fundit, edhe ato japin shumë mendime, pra nuk janë strikt në këtë mendim. Është kështu dhe të bëhet kështu. Pra kemi shumë një strategji multipolare e cila në cilën do ta qëndrojmë ne, atë do ta shohim realitetin në fushë dhe jo në prononcime zyrtare të dy anëve. Sokol, ose më saktë, cili është roli i Turqisë në gjithçka që po ndodh në lindjen e mesme dhe sa ka hyrë, po themi në mënyrë aktive, qoftë në aspektin e negociatave underground, po qoftë edhe në publik vetë Turqia dhe në këtë rast Erdogani përballë asaj që po ndodh në lindjen e mesme. Po Turqia ka qenë që para fillimit të luftës, pra ka qenë për negociata, ka bërë të pamundurën me forcës së vet dhe me rregullave të diplomacisë ndërkombëtare që mos të fillojë lufta, por edhe pasi filloi lufta, kjo ndodhi pastaj edhe më hapur, ku dihet që presidenti Erdogan qoftë me Trumpin, me Putinin, me Islamabadin, me Iranin, me të gjithë ka bërë biseda telefonike, por edhe me shumë liderë të Europës apo dhe të botës është takuar, domethënë në tavolinë ku është folur për këtë, por siç e thash edhe pak më parë që të ulesh në tavolinë dy forca që luftojnë, me të vërtetë që du ta kesh edhe një peshë, pra do të jesh edhe ti e forta që ta arrish të imponosh të paktën të dy anëve, sa që të ulesh në pikat mallore që të bëhen një marrëveshje. Dhe Turqia në fillim kishim dy lloj ekuacionesh në Turqi. Para ishte Hakan Fidan, i cili është në fushë, pra dhe është edhe i shefi për dekadash, i shefi inteligjencës turke, që ka pra një kuti Pandore në kokën e vet, dhe normalisht me gati 20 vjet, 15-20 vite kryetari i shishit i mitit turk. Ai ishte në fushë dhe Hakan Fidani dhe ekoli i tij, pra që është brenda partisë presidentit zotit Erdogan, ishte për të futur në luftë me Amerikën, pra kundra Iranit, por krahu i presidentit, që normalisht në Turqi është sistem presidencial, ai ishte automatikisht për në asnjë mënyrë nuk do të futet Turqia në këtë luftë dhe ashtu zgjodhi. Edhe kjo brenda Turqisë debatohej që me të vërtetë Hakan Fidani ishte kundra Erdoganit, pra ishte kundra liderit të vet dhe ishte pro Trumpit dhe pro Benjamin Netanyahut, apo siç dihet shtetet që kanë tradicionalitetin institucional, atë shpreh një polici mirë, një polici keq, pra ishte një
strategji e Ankaras për të mos larguar nga duart e vet asnjë anënar, pra qoftë Iranin që cilin e ka komshi dhe ka mbi 700 kilometra kufi, po ashtu edhe Amerikën e cila është në umbrellën e NATO-s dhe arriti të përdor atë metodën e cila në fakt ishte e pamundur për mbi 12 vite me radhë që Turqia kërkonte mbrojtjen blerjen e armëve e mbrojtjes Patriot e të tjera, ku bashkimi ku falin NATO-ja dhe Europa nuk ja shisin Turqinë, por me ardhjen e predhave në të cilat ende nuk e dim që me të vërtet kanë ardhur nga Irani, sepse Irani i ka mohuar automatikisht, por edhe presidenti turk ka thënë që ne nuk presim nga Irani të kishin bombardime, por gjithsesi bombat balistike që kanë ardhur jo thjesht një qorrazi, por kanë ardhur 4 deri më tani janë azjesuar nga radaret dhe antipredhat e NATO-s dhe këtu me këtë rast Turqia arriti në radhë të parë të marrë sistemin e mbrojtjes nga NATO-ja, pra që Amerika nuk ja shiste për 12 vitet e fundit, por edhe shumë vendet e Bashkimit Evropian nuk tashmë arriti të marrë pa lek që i themi ne, plus që e arriti edhe në këtë kohë që ne flasim që NATO-ja u eliminua, NATO-ja u iku, Amerika e shkriu NATO-n, pra Turqia e arriti të bëjë edhe një bazë më të madhe ndoshta në rajon, në Bosforin e Turqisë, pra në ngushticën e Bosforit, në anën aziatike dhe pra kundra Rusisë. Kështu që Turqia ka luajtur diplomacinë e dur, e cila Turqia në fakt tradicionalisht, pra sidomos me shpalljen e Republikës pas Osmanlisë, Republikës moderne, Turqia ka luajtur gjithmonë rolin e diplomacisë, ku njihet domethënë Turqia për diplomaci, ku dhe në luftën e dytë nuk është futur në luftën e dytë botërore, po jam me atan, jam me këton, do futem nesër pas nesër dhe mbaroj lufta e dytë botërore. Kështu që edhe në luftën në Irak apo në Siri ka qenë shumë e zgjuar Turqia, por forca e Turqisë që të detyrojnë në thojza me kuptimin e mirë të fjalës, jo si forcë për kap përveshje me ultavolit, që të detyrohet janë punoj Amerikës dhe Iranit që të ulen të bëjnë një marrëveshje. Unë me sa shoh nuk e di, por Turqia lot atë rolin paqërues, pra nuk i shkon zjarrit me benzinë, nuk i gjuan zjarrit benzinë, e para e dyta, edhe shif interesin e vet, domethënë çdo lloj geostrategjie që tashmë në rajon duket që janë të ndryshueshme, shef interesin e vet e cila për të nesërmen, mendon më shumë për të nesërmen se sa për atë që ndodh sot, dhe këtu me sa duket moshyra e kësaj në luftë, e cila unë besoj që mendoj që ka bindur edhe shumë antar kryesor të Bashkimit Evropian, pra që mos i bashkohen kësaj edhe shumë antarët e NATO, sepse do të jetë një përshkallëzim jo rajonal, por ndoshta edhe global kjo lloj lufte. Kështu që Turqia deri tani ka ndjek një politikë shumë të rëndësishme dhe pozitive pra nga të dy anët, mendoj.